Si mendoni, është gjendje kritike, si mendoni ju se mund dilet nga kjo gjendje? Kur këto dy partije prapë kanë fuqi? Kanë fuqi relative. Nuk kanë më fuqinë që kanë pasur, shoqëria reflekton, nuk kemi vetëm ne të dy të mençur këtu që kemi kuptuar që Shqipëria është në krizë, kanë kuptuar me qindra mijëra shqiptarë. Këtë padyshim fare, këtë ta them jo nga perceptimi i përditshëm, kam dhe nga fushata. Unë kam fatin që të kandidoj në Vlorë në vendin ku e merr vesh më shpejt se kudo tjetër se çfarë mendojnë njerëzit. Vlora është impulsive, është drejt për drejt, e sinqertë dhe ndonjëherë edhe me teprisë, e kemi atë karakter, flasë për veten time të parë. Por është e sigurt që masa gri, siç e ka arritur të paktën 30% në votë. Edhe në Po do votoj masa gri. Masa gri flasë do hedhin votën kuti, patjetër. Mendoni se do të ndryshojë gjithë unë jam i bindur, s'ka kjerën politike. Shiko, unë kam fatin që komunikoj me dy palët, sepse duke qenë se kam qenë kritik shumë i ashpër me Berishën dhe me Bashën dhe të majtët komunikojnë më lirshëm me mua se partitë tjetra. Siç me Qorin flas është i majt, por unë jo se jam i majt, jam i djathtë, po që më pranojnë për të arsye të bisedojnë. Dhe ma thonë gjithmonë e treguar burrit, treguar kurajos. Po në fakt, çfarë reflekton kjo? Kjo reflekton pamundësinë e shumë njerëzve brenda PS-s për të rebeluar kundër Ramës. Dhe unë kam parë dhe personazhe që u mungon. Që kanë dëshiruar brenda PS-s, por kam thënë nuk do ndihmoj dot se nuk është çështja ime kriza PS-s. Unë kam për detyrë të përfaqësoj një të djathtë që nuk është në Partitë Demokratike. Por nga kjo kuptoj, nga komunikimi, që një masë e rëndësishme e socializmit duan të ndëshkojnë sot mënyrën arrogante dhe harbute me cilën po drejtohet qeveria një, qeverisja në gjithë nivelet dhe Partia Socialiste 2. Dhe rezultati me 11 maj do jetë në masën 99%, po ta them sot, asnjëra nga partitë e mëdha nuk do bëj dot majorancë vetme. Dhe kjo është një arritje e madhe për sistemin politik dhe për parlamentarizmin shqiptar dhe për kontrollin e qeverisjes nesër. Arrogancën e një qeverie mos e sjell edhe fusha bosh e opozitës. Po mbushet. Ku kemi të bëjmë një opozitë që doli nga parlamenti. Nuk është më opozitë. Jemi ne tani. Ajo është opozita e dytë faktikisht. Pse? Po ajo është e dyta. Pse kanë me tapia ata opozitarisë? Dakor, unë ku ta gjej të futem, po problemi është që mendon sepse nuk është terreni, jam dakord unë për të terreni a do sjellë që të futet një grupim i ri që të paktën të hyjë si pyet në parlament? Është sigurt të hyjë. Okej. Unë këtë dalloj. Për këtë po të flisja. Tash kush janë pritshmëritë e juaja të koalicionit tuaj për këtë zgjedhje dhe unë besoj minimumi i deputetëve që është projeksioni im dhe personal, se tash ka një problem. Ne ndryshe nga partitë e tjera të vogla jemi njerëz me eksperiencë, unë Keledi, Kthupi, Dashi, Ekrem Spaja, Ibsen Elezi, Eriselta, Fiera, Gronda Plani. Edhe jemi figura që njihemi. Ben Musha, jo, po kemi po se kemi eksperiencë njihemi, kemi vite në pjatën politike, kemi bërë betejat tona brenda PD-s edhe për ta reformuar dhe gara në emër të PD-s me kundërshtarët. Unë hera fundit që kam drejtuar një fushat ka qenë fitoria në Selenis në vitin 2015. E vetmja bashki që fituan qarkun Vlorë në sa vito po 12. U fitua dhe i marrë me Fredi Belerin dhe humb prapë. Është një skandal. Fatkesisht, unë dhe Fredi jemi fitues të fundit. Por unë nuk fitova me Omonin. Një filial grek që lufton kundër territorit shqiptar dhe një që lufton për territorin. Unë nuk fitova me Omonin, unë fitova si patriot që e kam origjinën dhe kandidati patjetër për Prahim Shameti dhe me gjithë ekipi që punuan bëmi punë shkëlqyer dhe dha modelin se si BDA mund të rigjenerohet. Këtë model ta e morën e grisën e shkatruan 2017 Lulzim Basha me Sali Berishën dhe gjithë enturazhi servilëve tyre që sot çuditërisht i ke prapë në krah doktorit. Pra këtu ka ndryshuar zyra ku falen servilët në PD. Pra modeli degraduar i funksionit partijës. Kjo është gjitha partitë. Kjo ka degraduar edhe politikën, ka degraduar edhe administratën.